Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 20 deri më datën 26 tetor të 2025. Duket se kemi një javë shumë të rëndësishme në lidhje me takimet, në lidhje me vendimet që mund të marrim, por ajo që është më kryesorja, dy gjëra kryesore, jo tre, dy, është ndryshim pune që do të keni edhe çështje dokumentacioni. Ndryshim pune mund t'ju ngelet pak hadri, pse nuk morët një punë që juve e prisnit, ose një fjalë që fjalë e dhënë, por nuk u mbajt, kjo nuk do të thotë se ju nuk e realizoni. Do vi momenti mjaft i mirë, por kjo javë është javë pregatitje, është javë që ndikon shumë dhe në lidhje me takime dhe vendime të rëndësishme që mund të keni në çdo lloj drejtimi, në çdo lloj fushe, sepse stabilizimi dhe konkretizimi e një pune, një karriere, një lidhjeje apo dhe gjëra të tjera lidhet shumë me ditët, lidhet shumë me kohën që ndodhin gjërat e kështu me radhë. Prandaj nuk duhet të shqetësoni, sepse shqetësimet nuk janë në anën më të mirë tuaj të mundshme, por gjithsesi është kjo periudhë pikërisht tani, sepse ndodhin shumë fenomene në anën e astrologjisë, por mirë është që juve të shikoni çfarë do të bëni në anën tuaj, sepse ka të bëjnë me takime, me bisedime më tepër në anën tuaj, por gjithashtu është një moment që kërkon kaq vëmendje dhe kaq kohë për sa i përket asaj çka juve jeni, asaj çka juve doni të bëni. Por le të hedhim një sy pikërisht kësaj jave që ka rëndësinë e vet në fushën e punës dhe të udhëtimeve, të bisedimeve dhe të ekonomisë. Kemi datën 20 tetor, ku formohet një kënd shumë pozitiv, bashkimi i Mërkurit me Marsin në Akrep. Nga njëra anë, ky kënd na jep shpejtësi mendimi, të reflektojmë dhe të jemi të vëmendshëm dhe të përgjigjemi kërkesave që mund kemi dhe të besojmë në forcën tonë, në bindjen tonë dhe ato çka neve kemi për të thënë mund ta themi. Nuk duhet të nxitohemi në gjykimet tona. Dhe kjo do të thotë sepse ka të bëjnë me disa çështje që lidhen me makinën, lidhen me grindje të momentit, por kemi kujdes në lidhje me timonin, sepse është një ditë që nxitohemi për të arritur në finish, por pa marrë përsipër edhe disa kosto problematike që mund të jenë dhe tu do të pasur kujdes. Kujdes do të bëjnë shenja për këtë datë, datës 20 pra, paraditën Demi, Luani, Akrepi, Ujori, fundit dhe diçi 2 dhe fillimi dhe diçi 3, ose ata që kanë diellin në këto shenjë që thash pak më lart. Kemi datën 21 tetor. Kemi datën 21 tetor ku hëna e re e tetorit që formohet në peshore dhe ne mund të ndjejmë nevojën për një ekuilibër, harmoni në jetën tonë. Dhe kemi të bëjmë dhe shumë, meqense peshorja është një shenjë që jeton kryesisht në çështjet madhore, në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime dhe stabilizime. Peshora gjithmonë ka stabilizimin dhe natyrën e saj të punës, që do të thotë stabilizim dhe vazhdimsi. Kjo do të ketë disa çështje që ta dini, disa bashkëpunimi, meqense kryesisht kjo do të thotë që është ndikim pozitiv për sa i përket marrëdhënieve, të bashkëpunimeve dhe çështjeve të tjera, por ajo që është e mundur, mirë është, në të mirën tuaj është që të mos bëni premtime të shumta që nuk i mbani këto premtime, se mund të keni probleme dhe kjo do t'ju prishi pak terezin. Rritje në lidhje me punën ose me udhëtimet që ka të bëjnë është ndikon tek Dashi, Peshorja, Gaforia, Briciapi, të diçi të tretë ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Kemi datën 22 tetor. Neptuni shkon në retrograd në Peshk. Neptuni shkon në lëvizje retrograd në Peshk për herë të fundit për të mbyllur ciklin 165 vjeçar që duhet për të udhëtuar në për 12 shenjë zodiakale. Ka qenë në Peshk nga viti 2012. Këtu kthehet në shenjën e tij sunduese për të na ofruar një shans të fundit për pastrimin dhe shlerimin nga iluzionet, konfuzionet, me njerëzit konfuz, me njerëzit negativ dhe me çështjet prapambetura të mbyllim dhe të përfundojmë. Në muajin e vijim mund të ndjejmë një ngandalsim të veprimit ton dhe kjo do thotë që kemi mundësinë që neve të rregullohemi, të stabilizohemi dhe të jetojmë atë çka neve duam dhe kemi në jetën tonë. Prandaj kjo ka një kuptim mes asaj që është e bëshme dhe mes asaj që kërkon
vëmendje dhe kujdes. Kemi datën 23 tetor, ku dielli kalon në shenjën e Akrepit dhe fillon ditëlindja e shenjës së tuaj të Akrepit në shtëpinë e tetës së Zodiakut. Data 24, ku dielli në Akrep formon një katërkëndshme me Plutonin, një kënd mjaft kërkues, që rrit nevojën për të parë se çfarë duhet të bëjmë dhe të reagojmë me të drejtën tonë, dhe këtu neve kemi dhe shikojmë sepse sa punë dhe çfarë neve mund të bëjmë dhe çfarë mund të heqim nga ana jonë që neve na prish punë. Këtu do të thotë situata ose çështjet e punës ose marrje vendime të rëndësishme, ndryshime që do të kenë ose një rritje në detyrë është e mundur, por do të kenë kujdes, është një rritje me rrezikshmëri kjo. Dem luan Akrep ujor të ditëshit parë që preken ose kanë ascendente në këto planetet në gradën e parë të shenjave të mërsipërme. Prandaj kjo do të thotë që mirë është sepse mund të shmangim njerëzit manipulues. Prandaj dhe u them që duhet pasur kujdes, të shenja e kanë mundësinë, por varet se sa për çfarë e bëjnë. E bëjmë sepse Demi luani Akrepi ujor të ditëshit parë janë njerëz të drejtë, janë njerëz me reputacion dhe me pasqyrën e pastër, me fytyrën e tyre, dhe kanë edhe një CV shumë të pasur dhe të pastër. Ata duan ta bëjnë pjesë. Prandaj këtu keni kujdes, sepse mund të ketë një diçka e tillë, sa do nevojë të keni kujdes para ditën mbas orës 12, sepse është një DC, data 24, pak me vëmendje. Në të njëjtën ditë mbas dite, që formohet katërkëndshi i Jupiterit në Gafore me ndikimin e Marsit tek Dashi, ky është i pari dhe gjithsej 3 katërkëndsh që do të formohen midis tyre deri në verën e vitit 2026. Gjatë kësaj periudhe mund të kërkojmë shumë kuptim në jetën tona në lidhje me besimin, idetë, filozofinë tonë që kemi ndaj jetës. Marsi, guvernatori i Dashit, që jep mundësi dhe kohë në atë çka neve duhet bëjmë, por gjithsesi kërkohet kujdes dhe vëmendje, kërkohet kohë dhe mundësi, dhe kjo do të thotë që është një moment mjaft i mirë, sepse edhe disa gjëra të tjera që do të ndikojnë në këtë aspekt. Duket se pikërisht mbasditja me trekëndshin midis Mërkurit dhe Jupiterit, një kënd me fat, do thotë kontakte, udhëtime, takime, që çdo gjë lidhet me punën, lidhet me të ardhmen tuaj, lidhet me disa ndryshime dhe çështje të tjera. Ka të bëjnë me shenjat e ujit, që mund të përfitojnë shumë. Gafore, Akrep, Peshk dhe Dem, Virgjesh, Bricjap të ditëshit të tretë, ose ata që kanë diellin në këto shenja apo ascendenten, kanë pasur mundësinë dhe rëndësi të veçantë që mund t'i zgjidhnin. Gjithashtu është një ndikim shumë i mirë që ka të bëjnë me datës 25, duke pasur parasysh trekëndshi i Mërkurit që formohet me Akrepin me Saturnin në Peshk, gjë që na ndihmon të jemi më të organizuar në zgjidhjen tona dhe lehtësi, ndërkohë që na ndihmon edhe për nivele profesional, marrëveshje, bashkëpunime që favorizon shumë Gaforët, Akrepët, Peshqit, Bricjapët, Virgjesha të ditëshit të tretë, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Kemi datën 26, ku data 26 që mbyllet java, është një mundësi shumë e mirë, sepse duke pasur parasysh punën dhe karrierën dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme që neve mund të kemi, edhe pse me vonesa, edhe pse kemi pasur shumë çështje problematike ose gjëra të kësaj natyre, duket se tani ka ardhur koha dhe momenti, ka ardhur koha që neve t'i zgjidhim gjërat ashtu siç neve dëshirojmë dhe kërkojmë. Por pak a shumë duket se kjo javë është një javë që nga njëra anë na jep mundësinë e zgjidhjes së gjërave të mëdha që neve jemi gjithmonë në kërkim të këtyre gjërave, por nuk po arrim dot që neve të kontrollojmë disa çështje të punës sonë dhe të karrierës sonë. Është momenti dhe mundësia, dhe këtë garantojmë 100% Jorgo, që do t'i keni mundësit për të zgjidhur çështjet nga më problematikat në fushën e karrierës, në fushën e punës suaj, por gjithsesi kjo javë të datës 20-26 tetor nuk ka pse të shqetësoni, sepse mundet që edhe ta merrni kështu, që kam vëmendje dhe kujdesin që mos të ndodhi asgjë mbi emrin tim. Është titulli. Ajo pse në emrin tim? Sepse të drejtët manipuluesi çfarë bën? Ose mashtruesi, ose
ta njerëzit të ndryshëm. Juve keni një punë, edhe ata e din kush jeni juve, sa të pastër jeni juve, sa punë keni bërë, edhe çfarë ndodh, këta thonë hajde tek ne do t'jap jo 5, ti merr 5 atje, hajde tek unë t'jap 10. Por edhe këtu firmos te dokument edhe ti je se përmarrës e merr përsipër këtë punë, pa ditur sepse ajo punë çfarë probleme ka. Është njësoj që po blen një shtëpi, por ai të shfaqet si mesia, për shkakun që është i drejtë, është i zemër gjerë, shtëpia bën 5 lekë, thotë merret 3 lekë, por pa ditur sepse sa herë shite e shtëpi ose sa çfarë dokumenti ka ajo, sa probleme kanë ato. Prandaj të gjitha këto do të thotë që është ka rënë zjarr diku, është shuajtur, por ajo mund të nga një thëngjill mund të marrë flak dhe të digjet fshati edhe jo një shtëpi. Prandaj duhet pasur kujdes, pra ua them këtë formë që të kuptoni arsyeën e kësaj jave çfarë ndodh. Dhe kjo do të thotë që disa ndryshime janë shumë të mëdha dhe të domosdoshme për të ndodhur. Tani para se të filloj me parashikimin e 2 mesazheve zodiakale, për shenjë, unë ju kujtoj se për juve që interesoni për parashikim të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al faqja roz shkon atje ndodhet sekretaria dhe duke pasur parasysh, duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, e shikoni, pra ja si shikoni aty, mund të zgjidhni paketën tuaj dhe më pas shkoni tek sekretaria dhe duke pasur gjërat që do të keni mundësin ose doni që ju jeni përshtateni në çdo gjëje, i duke përshtatur asaj çka ju shikoni dhe blini atë paket, numrin për katës të blerjes dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Por juve që doni që në kohën që ne jemi live dhe doni që të dërgoni një mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu. E shikoni, mund të hiqni hapat dhe duke ndjekur hapat kryesore që është, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigje. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që do thotë shenja e dashit. Dashi ka disa gjëra që ndodh në anën e tij, për sa i përket çështjeve, sepse dashi jo se është në lidhje ka të bëjë me karrierën më tepër, por duhet kujdes në lidhje me punën, sepse aty e ka gjithë sekretin, suksesin e punës së tij. Dhe diçi parë i kësaj shenje, me sa duket ka ardhur momenti dhe koha që të zgjidhë gjërat atë kudo, dhe momenti që ka të bëjnë tani është një moment mjaft i mirë, një moment fantastik në lidhje me takime, në lidhje me disa gjëra shumë të rëndësishme për punën dhe për gjërat e tjera që do të ndikojnë. Është një mundësi shumë e mirë tani në lidhje me favorizimet ku dhjetiçi i tretë do merret shumë me punën aktuale dhe kjo do thotë që vërtet e nisni një rrugtim të ri dhe kjo është një diçka shumë e mirë për juve të shenjës së dashit, megjithëse dashi jo vetëm se ka pasur shanse të mëdha në fushën e biznesit, por ka akoma tani këto punë që ka, këto drejtim që ka marrë, mirë është që ti rishikoj disi gjërat, ti zgjidhi në mënyrën më të mirë të mundshme të tia, sepse kjo periudhë është periudha që ndryshon shumë gjëra, jep mundësi në anën e karrierës, në anën e biznesit edhe të çështjeve të tjera. Është një moment shumë i artë gjithashtu në lidhje me mundësinë që do t'ju jepet juve të kësaj shenje, dhe gjatë kësaj jave do bëni një përshkrim të punës suaj, të karrierës suaj, të gjërave ku mungon diçka, mund ta zëvendësoni ose diçka tjetër që ju intereson, është domosdoshme për punën tuaj, por në asnjë mënyrë mos merrni fjalë të huazuara ose nuk i dihet burimi aty informacioni që ju mund të merrni sepse mund të gaboni. Këtë e ka dhjetiçi i tretë. Nëse juve keni mundësinë ose momentin e duhur në lidhje me disa biseda, me disa takime që do të bëni, janë takime rutinë, mos i shikoni që çdo fjalë që do thoret XY do t'ju ndihmojnë. Nuk diskutohet kjo dhe nuk e besoj unë që mund të ketë diçka të madhe. Meqenëse juve keni bërë zmetin punës suaj dhe jeni në atë drejtim, jeni në atë kuptim të punës suaj, mirë është që juve të lini gjërat të ecin vetë, rrjedhin vetë dhe është më mirë për juve. Dhe edhe kjo bën që juve dhe ju vetëm mundësinë, por i keni të gjitha gjërat në dorë dhe mund t'i arrisni qëllimin tuaj, përsa i përket punës aktuale, përsa i përket disa gjërave që
tani për tani, jo vetëm se I keni të gjitha mundësitë, por jeni dhe në rrugë të mbar për ekonominë dhe stabilizimin e saj, sepse në çështje ekonomike keni pasur shumë probleme dhe këto probleme duket se ju se I vuani tani, se nuk është se keni pasur diçka të madhe dhe ju është prish terezia për gjërat që ju kanë thënë diçka dhe nuk e kanë mbajtur fjalën. Kjo ndodh gjithmonë, nuk është tani për tani, por meqense është dhe koha dhe periudha ku gjërat të ndikohen pozitivisht tek juve, është momenti më I miri mushëm tani atutje ku çdo gjë është në dorën tuaj, çdo gjë realizohet në fushën e karrierës. Duke pasur parasysh në fushën e dashurisë, edhe pse tani për tani juve mund mos jeni të lumtur për arsye të punës ose për arsye të një biznesi, por të dini një gjë që në dashuri, lidhjet që kanë të bëjnë me peshoret e dhjediqit të parë dhe dhjediqi I tretë me ujor, dhjediqi I dytë me luan, është një kohë shumë e përshtatshme mbi takimet dhe mbi ndryshimet që do të keni në këtë drejtim. Por meqense unë mund ta them me bindje plot në lidhje me anën e dashurisë, edhe pse keni pasur ndarje juve të kësaj shenje, mundeni që të nisni dhe një bisedë ose me person tjetër, që keni pasur mundësinë ose keni pasur se ndryshimet janë, është momenti më I miri mundshëm për korrektësinë tuaj, për karrierën tuaj, për gjërat që doni të bëni, për anën dhe pozicionin e planeteve që juve ju jepet tani për tani, mund ta bëni siç juve dini më mirë ta realizoni, por gjithsesi është një periudhë ku tani për tani gjërat janë pak a shumë të rikimos e këput, mirë është që të dashurin tuaj të keni pak vëmendjen më tepër se sa duhet. Vijojmë tek shenja e radhës, të shenjë toke, një shenjë që merret shumë me të tashmen dhe përgatitet për të ardhmen që nuk e lë pas dore, që do të thotë shenja e demit. Juve të shenjës së demit, meqense demi tani për tani ka një rrugtim drejt së panjohurës, mund ta themi kështu. Po pse të panjohurës, më Jorgo? Unë e di çfarë dua, po juve mirë e keni se e dini çfarë doni, po në anën tjetër janë disa gjëra që kërkojnë vëmendje. Dhe vëmendje që ju e kërkoni, me të drejtë, e keni mundësinë për të zgjidhur një problem pune, një çështje ekonomike, keni pasur shumë përbarësh, do ta thosha këtë, sado që mundoheshit shumë, sado që kishit momentin dhe mundësinë, por disa gjëra nuk dolën ashtu siç duhet. Vjen një moment tani që juve mund të arrini aty ku doni ose siç juve I realizoni, sepse ka të bëjnë me punën aktuale, ka të bëjnë me diçka shumë të madhe në anën e biznesit dhe të karrierës, dhe kjo është diçka shumë pozitive, e rëndësishme në anën ekonomike, e rëndësishme në lidhje me punën dhe me çështjet të pasjellshme, nga ndonjëherë se keni pasur shumë gjëra ndryshe mendoni, ndryshe veproni. Me të drejtën tuaj, sepse shumë gjëra nuk kanë qenë ashtu siç duhet, ose ashtu siç priteshe. Por është pikërisht ky moment tani, është një moment mjaft I drejtë për së drejti, ku edhe periudha, edhe koha që ndodh në lidhje me karrierën tuaj, lidhje me punën tuaj, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në lidhje me ndryshimet e mëdha ekonomiko-financiare, në lidhje me punën aktuale dhe një takim që mund bëni të 30 ditë të shenjës së demit, ka diçka që duan apo s'duan të tjerë që është realizueshme. Nuk e vën dyshim, sepse kjo periudhë është një periudhë njësi matëse që duhet na jep mundësinë ose diçka që nuk shkon mirë, na tregon, na dikton, pra ne duhet të rishikojmë dhe një disa gjëra që nuk janë bërë aty ku duhet. Është një moment tani, një moment që nëse të flasim se sa është e mundur të realizohet diçka në fushën e karrierës ose në fushën e biznesit, po është e mundur të arrini diku, edhe pse me vështirësi, edhe pse juve keni pasur mjaft shanse, kjo nuk do të thotë se keni pasur shanse nuk janë realizuar për çështjet e punës suaj, keni pasur gjëra që ndryshe mendoni, ndryshe veproni, momenti dhe koha është pikërisht tani, me sa duket keni të gjithë mundësinë tuaj, keni të gjitha gjërat që të realizohen
fal zyrësisë tuaj, fal maturisë tuaj, dhe kjo periudhë është më e mira dhe më pozitivja e që ndonjëherë në jetën tuaj, në karrierën tuaj dhe në gjërat e tjera që do të keni tani tutje. Meqense mundësit jo se nuk i keni, juve i keni sepse duket që i keni, dhe është pikërisht kjo periudhë, është pikërisht ky moment tani, është një moment shumë i mirë, shumë pozitiv në karrierën tuaj, pozitiv në ndryshimin e madh që do të keni në fushën e punës suaj. Megjithatë, edhe pse me disa probleme, edhe pse keni pasur çështje, ju jeni korrekt janë, jeni më korrekt se korrekt, dhe kjo bën që për vërtet puna juaj matet shumë, tregon shumë, por në anën tjetër, juve jeni në dilemë ose të mërzitur për sa gjëra që ndryshe keni, ndryshe veproni, ndryshe keni mënyrën e punës suaj, mënyrën se si ju i bëni gjërat. Por ka diçka në mes asaj që është realizueshme tani e tutje. Keni një takim që do ta bëni të 30 diqët, një takim që lidhet me punën tuaj dhe disa parat pa marra dikur. Këto do t'i merrni, nuk e diskutoj. Kjo javë, për shembull, nisni diçka. A hani një inat ju, me të drejtën e keni, se kush nuk do ta donte gjë të tillë ose do ta realizonte fushën e punës së tyre dhe karrierës së tyre. Por momenti do që rezistenca në një punë, vlerësimi i punës suaj, kjo ka të bëjë shumë me anën tuaj. Pozicionin e planeteve ku ndodhen. Dhe kjo është diçka shumë e madhe. Lidhjet, kombinimet, momenti që juve keni në fushën e karrierës, është edhe periudha mjaft e mirë që jepni disa kënde në çështje planetare, juve jeni aty ku doni të jeni dhe të fitoni. Kurse në çështje shpirtërore, shikojeni pak akrep ujor, dem gafore peshk, pra dem akrep ujor, gafore peshk, është mjaft mirë sepse është i pozicion shumë ideal dhe diçka mund të realizoni dhe sidomos me ujor ku ka të bëjnë me një ndarje, por ka bashkim, gjithë të 30 diqet e kanë mundësinë për të bërë diçka tillë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri ku ndikimet dhe planetare, ato që kanë të bëjnë, duhet pak vëmendje. Këtë javë, e them përgjithësi, është pak vështirë, por e kalueshme në lidhje me çështjet e punës ose dokumentacione, sepse është një javë që përshpejton gjërat, që do thotë binjakët. Binjakët duket se tani çfarë mund të bëjnë binjakët që të arrijnë maksimumin e tyre. Binjakëve ju është bërë një autogol pa dashje, kanë firmosur një dokument. Edhe ky dokument nuk duhet ishte firmosur në realitet, në fakt. Po çfarë ndodh tani? Ky dokument ka kohë që është firmosur. Por nuk jeni ju kryesori që keni firmosur, por ju jeni punëtori. Nëse do thirreni për një çështje të tillë këtë javë, unë ju them që tani para se të futet java, para se të ndodhin gjërat, se bën javë para, 10 ditë para shikimet e javëve, ju e keni parë dhe veçanë, se nuk ndodh ta bësh në atë moment, se nuk duhet të shqetësoni fare, sepse ju e keni informacion se çfarë ka ndodhur dhe çfarë ndodh. Po pse është firmosur? Ndash me dije, ndash pa dije. Nuk është diçka, sepse kjo lidhet me rolin drejtues gjithmonë, flas. Dhe mos e keq kuptoni, domethënë me çështjet e tjera ose disa gjëra që hajde se ndryshe mendoj unë, shumë vjen mua në përmendje dhe po ja them një llaf. Është shumë vullnet të thosh llafin. Po që është realiteti. Dhe realiteti kur të dali e gjitha, do të kërkojnë dhe ndjes për shqetësimin. Sepse juve keni bërë një detyrë që të tjerë se bënin dot, juve keni arritur me të drejtën tuaj se duheshe me deomos ai dokument
të ishte aty ku është, edhe pse të tjerët e kanë mohuar, nuk kanë qenë ashtu siç ata prisnin, por pikërisht ky moment, pikërisht kjo periudhë, është një periudhë që jep mundësi, rëndësi në çështjet e financave, të biznesit dhe të karrierës. Gjithashtu, ka diçka shumë të madhe, që mund të them me bindje plot këtë gjë që juve të 10 diqit të dytë, edhe pse do ndërroni punë, atë ku jeni në diasporë prisni ca dokumenta. Mund të duhet një dokument, ose ju ka munguar një dokument, dhe duhet që ta zëvendësoni. Po, është e mundur kjo të ndodhi. Në anën tjetër, edhe pse jeni pak në një dilemë të madhe, përsa i përket gjërave ose punës suaj, unë them që kjo periudhë është më e mira për zgjidhur çështjet që juve ju shqetësojnë. Por megjithatë, në lidhje me punën tuaj ose me një çështje të re punësimi, është e mundur të ndodhë, është e mundur të realizohet tani në këtë kohë. Sepse kjo javë vërtet ka nxitime, por të nxitime juve nuk nxitoni shumë sepse juve ecni avash sepse nxitoni. Por gjithsesi, kjo periudhë është më e mira dhe më pozitivja. Nuk keni pse të shqetësoni që kur e jep diçka, dhe jepni sepse doni dhe u e ndjeni. Kurse për të tjerë mund të jetë tek rafsha mos u vrafsha, po. Puna e madhe se çfarë bën. Po juve si binjak jeni shumë të drejtë dhe drejt për së drejti përfitoni. Në çështjet shpirtërore, për sa i përket binjakëve, binjakët kanë shumë ndikime këtë periudhë, për shembull binjak shigjetar, binjak ujor, binjak virgjëresh dhe binjak ujor, shtim familje. Po. Një familje, një familje madhe, dhe një pasardhës mund vi, është e mundur, sepse kjo periudhë ndikon në shumë drejtime, dhe në momenti që ju i keni momentet nga më të mira të mundshme, dhe çështjet e tjera të ndryshimit, të vendimit që do të merrni, vendimit të rëndësishëm, ose vendimi mund të bëni çfarë doni ju, por është kjo kohë, është ky moment, është një moment mjaft korrekt nga ana juaj, është një moment që tani për tani zgjidhni probleme, takime, vendime, mundësi të arta, edhe një çështje tjetër që do të keni me kalimin e kohës, ku është një mundësi për sa i përket takimit, një lidhje e papritur në fushën e dashurisë. E del e vërtet, por kjo është me peshk. Kurse, nëse keni një bashkënim familjar, që është dokumentacioni, disa probleme që keni pasur, është me virgjëresh, edhe pse me probleme, ka qasa të kemi rikthime. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, ku nga njëra anë nxiton, në anën tjetër kërkon me të drejtën e vet, po kush e di. Gaforja. Për sa i përket gaforeve, çfarë ndodh me gaforet? Gaforet këtë periudhë e kanë pak si provë. Do të keni pak vëmendje miqtë mi, se do t'ju bën, e dini që keni problemin e të hollave ose mungesë, disa çështje ekonomike që nuk janë zgjidhur, ose je punoni me lekë në dorë. Duket se tani më mirë ta lini për një moment tjetër, për javën tjetër për shembull, jo këtë javë që jemi tani, se këtë javë që jemi tani është mirë të shikojmë gjërat që kemi në dorë ne tani, të mbyllim ose të realizojmë ca çështje, sepse vërtet kjo javë sjell të mira, por nuk patë kujdes, të futet në një vend që s'ta merr mendja. Edhe është njësoj
si të themi, që është shumë vështirë, mjaft vështirë të gjesh masën e zezë në errësirë. Ana tjetër do të thotë që përse unë në pasiguri të them po, nuk ka problem fare, e pa ditur, në pa djeni mund bëhet gjithçka, por juve duhet të rini pak largë gjërave që nuk i dini mirë. Mund të bisedoni, mund të flisni çfarë të doni, por deri aty, sepse do vi një moment, po i gjitha shenja në fakt, po kush më shumë e kush më pak, jo se do paguajnë gjërat më tepër ose diçka më tepër, do të paguajnë për arsye të punës ose të pakujdesisë. Që ta paguani se bët gabim, hajtë drejtë e mori, se njerëz jemi, dhe sa hapa bëjmë që gabim e bëjmë. Duhet të kuptojmë gabimin. Por jo të merr gabimin e tjetrit ta paguaj unë. Hajde të kërkojnë tani dokumentit, kush dokument është? Që unë e firmos ose bëra diçka, në rol drejtues gjithmonë, edhe kur vjen momenti që thot XY bëhet për llogaritja dhe del mangut. Pse ta paguash nga xhepi? Kur ti e di që kjo letër, ky tefter është me spec. Ky ngelet më njan. Le ta silli dikush tjetër. Momenti është. Sado që mund vinë gjëra, sado që mund të jenë çështjet nga një ranë probleme, ndikime, favorizime, nga ana tjetër dua të bëj këtë punë e bëj, po nuk e di se si do shkoj. Aty është problemi më i madh. Unë e realizoj një punë, por nuk e di sa do marr. Atëherë duhet bini në ujdi pas se filloni punën. Është një vend pune X, ndërtim, punë e thjeshtë. Ai thotë do vish në punë, do punosh 12 orë dhe 12 orë do marrësh 5 lekë. Juve thoni, këtë 5 lekë më duhet 6 lekë, më 6 lekë marr këtu ku jam, pse ti iki. Po jo të është vendi punës më i mirë, është ajo më e mirë. Këto gjëra ju mbërësohet disi, se kaforia është e uji dhe është një mjaft telepatike dhe entuziazëm, por në anën tjetër prish punë. Keni kujdes këtë gjë miq të mi të kësaj shenje, sepse këtë javë shenjat e ujit janë pak më të zbuluara, më të ekspozuara ndaj mashtruesit, ndaj njerëzve që njerëzit e ligë, them unë. Njerëzit negativ. Se shikoj zoti kemi plot në raste të tilla, sado që të bëjmë, por keni kujdesin të vëmendshëm. Ajo që ata nisin ose mund të bëjnë, është mirë që nuk keni pse të flisni. Atë ku është, atë që doni të bëni, bëjeni, dëgjoni me vesh, por nuk e kuptoni tjetrin. Të thotë tjetri po ti je aty, u fol kjo gjë, mos e kuptova se isha tek puna, isha tek kjo, po bëja po llogaritje. Vërtet kam qenë. Kjo është ana më e mirë. Do thotë mënyra se si shprehem përballë paditurës dhe mënyra se si di diçka, por s'kam se ta them se flet lavdrimi nuk marr. Përkundazi je belan me veten time. Siç ka rëndomt, ndodh dhe ka ndodhur në shumë institucione të ndryshme, punë të ndryshme dhe kjo është pak a shumë problem. Kini kujdes. Në fushën e dashurisë, lidhje që kanë bëjnë me peshore dhe me dash është Italia. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë me pastërti dhe mshuri dhe bereqet. Kjo do të thotë luani. Kësaj shenje me qenë se luanët ndihen rahat ato që bëjnë. Nuk nxitojnë luanët, sepse luanët sado që kanë pasur ose kanë një mundësi çështje pune më tepër ose kanë diçka në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshimet e mëdha që mund të keni ose një moment i papritur ose diçka që lidhet me punën, lidhet me ndryshime karriere, ekonomike, financa,
apo disa gjëra të tjera, kjo periudhë është periudha e vazhdimësisë dhe e rëndësisë veçantë në lidhje me një takim, mund ta them, sepse ky takim që do bëhet është një takim rutin, por ju dini të fituar. Dini fituar sepse keni shumë gjëra që do të arrini të përfitoni në ekonomi, në stabilizim, në ndryshime dhe në vendime të mëdha që do të keni tani tutje, është koha dhe juve perceptoni në njëra anë me momentin e duhur ose kohën që e keni, por mos u dëmtoni në lidhje me disa takime që do të bëni, me disa gjëra që do të arrini, lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me vendime të rëndësishme, lidhje me periudhat ku ndodhin fenomenet, ose një takim mjaft i rëndësishëm, një takim që do flitet dhe koha që është më e rëndësishmja dhe më idealja, do të thotë dashuria e përjetshme asnjëherë nuk ka. Punë që t'jemi të lumtur gjithmonë nuk është kjo, por është diçka që për juve vërtet koha ka treguar dhe tregon që është në anën tuaj ekonomia dhe stabilizimi, është në anën tuaj disa vendime që mund të merren, po, e keni dhe mundësinë, sepse është momenti i duhur në ndryshime, është momenti i duhur në takime, por juve ju nxit disa çështje që e keni pasur si mundësi, por nuk e keni realizuar në anën e gjërave të biznesit dhe të kohës. Pastaj ka diçka tjetër, çfarë ka? Ka që do të zgjidhni vetë juve pozitivisht në anën e punës suaj, por ka dhe anën tjetër më të mirë të mundshme, sepse periudhat që ndodhin fenomenet nuk do të thotë që kemi diçka që nuk shkon, por megjithëse luanët janë mbeten shenjat më të zgjuara dhe më përfituara, sepse nuk shkelin, din ku shkelin, edhe pse është e vështirë, din shtigjet për të dalë. Në dashuri, lidhjet që kanë bëjnë me binjakët e diçit të parë dhe ujor është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë toke, një shenjë që ka shumë për të thënë, ka mjaft për të dhënë, që do thotë Virgjëresha. Për Virgjëreshat, në fakt unë mund të them që kanë një mundësi shumë të mirë, edhe pse mërziten për arsye të tyre, por nuk është se kanë një diçka që mund themi çfarë ndodh, domethënë. Por momentet janë ata që do të ndikojnë, do të arrijnë në fushën e karrierës, sepse lidhen shumë me karrierën. Dhe karriera i bën superior në lidhje me takime, në lidhje me vendime të rëndësishme që do të marrin Virgjëreshat, një vend pune ku e presin shumë tani, po, e presin dhe shikojnë dhe vetë ka diçka shumë të madhe në çështjet ekonomike. Ajo që është kryesorja përsa përket Virgjëreshës, duket se në lidhje me punën, do t'ju duhet të bëni dhe një punë të dytë, dhe kjo është anë e mirë për juve, se e prisni gjë të tillë nëse jeni në kërkim të diçkaje për rritje ekonomike, është dhe një çështje mjaft e mirë, kryesorja për të zgjidhur probleme, kryesorja për të arritur qëllimi që i vjen vetes, ose një çështje shumë pozitive, korrekte nga ana juaj, dhe është dhe momenti më i mirë dhe i duhuri mbi zhvillimet dhe ndryshimet të mëdha që vijnë në anën tuaj, në çështjet që lidhen me anën shpirtërore. Edhe pse keni pasur mjaft çështje problematike, sepse Virgjëreshat vërtet duken të qarta, në fund atë çfarë do të bëjnë ata, për shembull, ku do të shkojnë. Jo, e kanë mundësinë dhe është momenti mjaft i mirë tani, sepse
për periudha që ndodhin gjërat ose karriera, që është baza njëherë, është mjaft surprizuese, impresionuese. Por në anën tjetër, dikush nga një blerje mund t'ju keq interpretoj ose të bëj disi presion. Megjitha, pse jeni të zgjuar ju shenjës së vërtetës? Sepse kur vjen puna e presionit, kur vjen puna e dhënies llogari, i thoni çfarë thot Efteri. Dhe kur thot Efteri po, kur thot Efteri jo, jo. Sepse janë të firmosura, të vulosura. Ata do kujtojnë se ju nuk keni të dhëna, edhe ale që dal ku dal. Nuk ka dal ku dal. E atëherë është jeja më kryesorja, stabilizimi i punës, i karrierës, i ndryshimeve, i momenteve, dhe ajo çka juve e jepni vetë në dorën tuaj, me dorën tuaj, gjërat e juaja, mundësi që jepen në kohën e duhur. Prandaj çdo gjë shkon mbar, çdo gjë arrihet dhe është dhe koha më e mirë e mundshme që ndonjëherë. Prandaj në këtë drejtim, të shumë të raste të tjerë humbasin, jo juve. Ju nëse do humbisni nga 20 deri tek 10 ku konsistoni, domethënë, për të humbur shumë pak e hiç. 0001. Pra është rregulli dhe llogaria dhe mos ekspozimi. Këto i keni dhe kjo është diçka shumë e madhe për juve dhe kjo ju bën që t'jeni më korrekt se ç'duhet edhe t'jeni shumë herë më pozitiv në gjërat që juve keni dhe do të keni në vazhdimsi. Është diçka shumë e madhe dhe tepër pozitive, prandaj mos më shqetësoni fare sepse kjo periudhë është më e mirë e mundshme mbi ndryshimet edhe takimet që do të bëni në kohën e duhur, në momentin e duhur për gjithçka juve ju intereson. Tani do shkojmë tek një shenjë tjetër, do shkojmë tek një shenjë që shenjë ajri, por vërtet kërkon hakun e vet dhe haka vetet e Zoti, edhe pse do keni mjaft debate, por në fund është një gëzim shumë i madh, sepse fitoni të drejtën tuaj, fitoni gjëra që ju e keni lënë pezull ligjore, dokumentacione jashtë, sidomos çështje penale pa drejtësi që është bërë, që do të thotë peshorja. Peshorjet vjen një moment, miqtë e mi, të kësaj shenje, që shumë flitet për sa i përket shenjës së peshores. Por flitet sepse peshorja është e drejtë për së drejti, nuk është se ka një keq kuptim ose ka një ndryshim mes asaj që është e bërshme, mes asaj që është në kryesorja ose takimet që mund të bëni. Juve mund të bëni gjithçka si peshore që jeni, por mundoni që të jeni pak të vëmendshëm në këtë javë, sepse disa çështje mund të jenë të përfunduara, të jenë në favorin tuaj, të keni gjitha gjërat mirë, mundoni që të gjërat ecin me shpejtësinë e erës, edhe pse i keni pasur në çështje problematike ose të pazgjidhura më përpara, ky moment është momenti më i mirë, do thosha dhe më i sqarueshëm, sepse sqarimet që do të bëhen janë në të drejtën tuaj. Është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv, edhe pse të tjerët mund të flasin, por janë fjalë në ajër, sepse jeni ju që gjërat i bëni ashtu siç duhet, nuk jeni fajtor për çka ka ndodhur, sepse gjërat kanë përfunduar, por ai gëzim që do të keni juve do jetë diçka që ose çështje qeverie, që do të falet një çështje ekonomike, ku diun, diçka sa natyre që do dalin edhe gjëra të tjera, xhanëm se deri 2030-ën duhet jemi të pasur si qumshti dhe si qielli pare, të vezullojnë, të rrezatojmë ashtu siç duhet, dhe kjo do të jetë piknisja dhe ndryshimi i madh që ndodh këtu në Shqipërinë tonë të dashur, siç e kam thënë, sepse ka shumë shanse që nga
lojrat, që është nga gjërat që bëhen në futbollin e pa dhe vetë, edhe kemi thënë në televizor që po ka një rrugtim shumë të mirë dhe tepër pozitiv. Ndikimi planetar, mundësia që ju jepet tani dhe kohën që shfrytëzojnë në një kohë të caktuar. Qëllon që dhe ora. Pse them mund gjithmonë vjen ora? Pse them gjithmonë që në këtë harë kohor është perfektja sepse stabilizohen gjërat. Vjen një moment që grindeni për shkak thonë nuk ka shanse që të rregullohet kjo gjë. Jo, nuk është çështje magjike, po është çështje intuite, nuk është çështje që nuk është gjithorët njësoj, ka një orë që ndikohet në favor dhe këtë pse jo mund të rregullohet. Pra gjitha këto marrin një vendim të rëndësishëm dhe juve e keni miqtemi të kësaj shenje, pra shenjës së peshores, dhe mund të rregulloni gjërat e juaja, mund të arrini diku dëshironi, sepse kjo periudhë është një periudhë që jep shumë gjëra shumë pozitive, gjëra në pozicionin planetar që ndihmon çështjet e mëdha, ndihmon çështjet që ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me stabilizimin, ka të bëjnë me gjërat në lidhje me mjaft takime, vendime të rëndësishme, edhe kohën e duhur për zgjidhje të problematikave që mund keni pasur. Po gjithsesi, nuk ka vend për të shqetësuar, sepse duket se tani ka një moment dhe lidhjet e tjera ka të bëjnë lidhje me punën më tepër, sepse ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me një çështje korrektësie është më shumë kjo. Ju jeni më korrekt se ç'duhet dhe kjo ju bën të ndiheni mirë në lidhje me punën tuaj, në lidhje me marrjen e vendimeve të rëndësishme dhe kështu që mos u shqetësoni fare, sepse kjo periudhë është e juaja dhe ju takon juve. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar në këtë drejtim, meqense ka të bëjnë lidhje me karrierën dhe ka diçka shumë të madhe në fushën e punës, në fushën e biznesit, dhe biznesi sidomos ka diçka shumë të madhe, por në anën tjetër ka një çështje e lënë pezull kjo, çështje pune bëhet fjalë, por nuk është se ka diçka që nuk shkon ose diçka që është problem në lidhje me anën ekonomike financiare, mund të merrni një burim të dytë të ardhurash, po është e mundur kjo dhe kjo mund të ndodhi pikërisht tani sepse është edhe koha më e mirë e mundshme, edhe pse duket e vështirë, por jo e pakalueshme. Kështu që mos u shqetësoni sepse është momenti juaj. Dashuria, Dashi, Gaforja, Bricjapi janë në anën më të mirë të mundshme të që ndonjëherë. Vijojmë tek shenja e radhës, tek një shenjë uji, tek një shenjë që ka shumë gjëra që do të përfitoj, por kujdes sepse mund të kemi dhe probleme nga më të ndryshme, sidomos të pasurisë, që do të thotë shenja e Akripit. Përse përket akrepëve? Akrepët duket se tani në anën e punës janë mjaft të ndikuar në lidhje me punën e tyre, të ndikuar me lidhje me gjërat aktuale ose çështjet e biznesit, se me biznes lidhen shumë, është një mundësi shumë e mirë tani, mundësi artë në takime, në bisedime, në mundësira që vërtet kjo periudhë është mjaft e mirë, është një periudhë që shumë pozitive dhe tepër ndikuese. Akrepët nuk është çështje që lozin ose duan të nisin, por do të keni kujdes miqtemi të kësaj shenje këtë javë, duhet më bëni kujdes në lidhje me disa biseda pasurit paluajtshme ose juve që merreni me real estate për shembull, keni shumë të drejtë, por mos toleroni, nuk është tolerimi, po të merrni paratë e juaja, sepse është shumë kollaj të ngatarroheni dhe të jeni ju kryesorët e gabimeve. Prandaj shikojeni pak dokumentat, se dokumenti është ai që thjeshton gjërat dhe ajo që takon, ajo që nuk takon. Tani për këtë periudhë, sepse do bëhen shumë gjëra që do të ndryshojnë, edhe disa gjëra të pamësuara, sepse mundohen shumë për të rregulluar, për stabilizuar diçka shumë të rëndësishme në anën e punës ose në anën e karrierës. Për karrierën bëhet fjalë më tepër, por kjo periudhë është periudha më e mirë e juaja, sepse edhe si periudhë, edhe si kohë mund të jetë ndikuese,
por me sa duket është një moment tani shumë pozitive, është një moment që e keni mundësin për të zgjidhur gjërat e pa zgjidhura, sepse koha që ke treguar ose keni pasur një moment mjaft mirë në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, me biznesi do merreni juve, por njëkohësisht nëse në lidhje me fushën e shitblerjeve, juve keni të domosdoshme për shitjen e një pasurie, por unë doshja të thosha këtë, në lidhje me pasurinë do ishte mirë që të prisni pak, se nuk është ajo që juve mendoni, ose nuk është ajo që juve prisni përse përket çështjeve që lidhen me punën, çështjeve që lidhen me biznesin ose çështjet aktuale që mund të keni, por gjithsesi është një mundësi e artë për arritjen dhe kohën e duhur mbi stabilizimin dhe konkretizimin e gjërave të mëdha në fushën e karrierës suaj. Për karrierën po është një moment që vërtet i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur problemin tuaj, për të zgjidhur atë që juve e quani mundësi, për të zgjidhur problemin që juve keni pasur me pronën tuaj, dhe kjo nëse e shitur 5 lekë është shitur dhe juve dini shumë mirë dhe çmimin se si funksionon tani, dhe ky është një moment shumë i mirë për të zgjidhur çështjet nga më problematike që keni pasur në këtë fushë. Kujdes, mos e prishni për pare spec, se kjo periudhë do lidhet shumë me punën tuaj aktuale, edhe pse do lëvizni nga puna ju, nga vendi i punës, ose ju kanë dhënë fjalën, ju kanë thënë që po tu deri këtu dhe nuk vete tutje, është periudha mjaft zanafilla e kësaj e kam shumë gjatë në lidhje me takimet, në lidhje me ndryshimet e mëdha që mund të vinë anën tuaj. Megjithatë, kjo periudhë është tani mjaft e mirë dhe tepër solide në lidhje me çështje konkrete të punës dhe të karrierës, është një mundësi shumë e mirë mbi gjërat që ndikojnë në lidhje me karrierën, në lidhje me disa çështje të tjera që do lëvizin nga një vend tjetër, nga një çështje pune, por gjithsesi është një periudhë mjaft e mirë dhe rishikimi dhe ndryshimi i gjërave të mëdha është tani në këtë periudhë. Por juve mund keni mundësinë për marrjen e një vendimi mjaft të rëndësishëm, një vendim që flitet për punën aktuale, flitet me një ndikim shumë të mirë të pozicionimit të planeteve, sepse është kjo periudhë, është kjo kohë që juve ndahen gjërat nga një version tjetër, por meqense puna është baza për juve nëse nuk keni punën stabilizuar ju smureni, po çfarë do bëjmë, do thoni juve, për këta që s'kan punë fare si bëhet. Për këto po është momenti, pa punë që kanë këtë javë mund të kërkojnë nga mesjava e tutje, është një kohë mjaft përcaktuese dhe vendimtare për sa përket punës. Për sa përket dashurisë, edhe pse lidhjet që kanë të bëjnë me luan të dhjediqit të parë, me peshk të dhjediqit të tretë, me peshk të dhjediqit të tretë, po, në thëme bindje plot që është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv, ju jeni konkret në atë që bëni, jeni stabilizues në atë që juve kërkoni, dhe momenti është tani që juve të rishikoni gjërat si që dëshironi, sepse është pikërisht kjo periudhë, është pikërisht ky moment që paka shumë juve i keni të gjitha mundësit e një ndryshimi dhe një marrje vendimi të rëndësishëm në fushën e biznesit, në fushën e karrierës suaj, dhe kjo bën që juve t'jeni mjaft korrekt me punën tuaj, mjaft korrekt me gjërat që do të ndryshoni dhe do të diktoni në anën ekonomike. Në fushën e bashkimit familjar, sepse kjo lidhet shumë këtu, do të keni megafore, po do keni kujdes, se vërtet shenja ujeni të dy, por megaforia kërkon pak më tepër siguri, dhe kjo është e mundur të ndodhi. Për juve që jeni në diaspore, kam dhafin që jeni të largët, por jo, kjo në afër nuk ka diçka për të shqetësuar. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, do shkojmë tek mundësia dhe rritje ekonomike ose i burim të ardhurës të dyta. Kjo do të thotë shenja e shqiptarëve. Shqiptarët. Meqenëse shqiptarët
kanë rolin kyç për këtë javë, sepse disa gjëra mund të mos kenë qenë ashtu siç pritet, sepse presin për të rregulluar dhe rregullat i bëni ju. Jeni më të rregull se të rregullt, por shpërthimin do ta keni ndikimin pozitiv flas. Po ta s'ka smarrë tek ju, po nëse pa themi po të bëj qefin, ha? Po themi se mund vinë diçka e papritur, do t'ju pëlqej, por mirë është që ajo që nisni bëtiseni. Mos e lini në mes, ajo ju prish punë. Merrni disa para, dash nga banka, dash nga X, Y, ku diun, për një çështje pune. Ata mos i prishni, sepse është një problem shumë i madh në zëvendësimin e tyre. Vinë në atë farë feje, në atë farë forme, ato para që keni marrë qoftë, keni marrë 5 lek, keni heq 1 lek nga atje, ka ngel 4. Dhe duhet me deo mos, keni një harë kohor që duhet dhënë ai lek atje për ta dhënë atje ku do ta jepni. Por jo vetëm nuk e dheni dot, po do prishni edhe të tjerë që keni aty. Vini re edhe më shkruani në inbox sa shigjetar ka që e marrin për tjetër punë dhe i prishin për tjetër punë. Edhe pastaj thon, pa prap ju vinë, po nuk ju vinë ai sa keni, ama ta dinë këta. Prandaj këtu do bëni pa kujdes. Kurse në lidhje me punën, nuk e vën dyshim lokomotiv pune. Dini çfarë doni dhe dini ku doni të shkoni. Kjo është diçka shumë e madhe dhe është një mundësi shumë e mirë në lidhje me ndryshimet ose në sakt me punën tuaj aktuale dhe me marrjen e vendimeve të rëndësishme në ecurinë e punës së biznesit tuaj. Është një ndikim karriere, është një ndikim që vërtet juve e keni dhe si mundësi, është mjaft e rëndësishme periudha kur juve nisni gjërat, sepse nuk është rastësi, këtë ta keni nga Jorgo, që gjëra që vinë, gjëra që arrihen, zbardhen me kohën dhe juve një moment që keni, ose një periudhë që keni, e keni tuajën dhe shfrytëzoni siç doni ju. Këtë javë për gjitha shenjat është pak me spec. Ju bëni si doja para zemrës tuaj, kam drejt ju them. Kujdesni më të madh të gjitha shenjat, e ripërsëris këtë. Në këtë javë, kujdes me timonin. Shumë kujdes. Dhe në lidhje me se është kjo shpërthimi të çështjeve firmave të mëdha, domethënë, që ka të bëjnë me paran, me valutën. Do të dalë diçka me sipërfaqe. Po ç'lidhje ka shqiptari në këtë pikë? Po do të keni kujdes në lidhje me marrëdhënien me paran, marrëdhënie ku diun. Mund të thotë mund thotë nuk kam. Sepse ndodhi çfarë ndodhi, po nuk është fajuj tani, ju doni lekët e juaja. Prandaj unë ju them që bëni pa kujdes në këtë drejtim. Por gjithsesi, koha ka provuar që juve nuk ngeleni pa para. Në fushën e punës, një punë të dytë që mund keni, është e mundur të ndodhi. Në dashuri duket se lidhjet afatgjat kanë të bëjnë me virgjëresh, kanë të bëjnë me peshk, kanë të bëjnë me binjak të diçit të parë. Ko është diçka shumë e madhe e diçka shumë pozitive. Madje shkoni deri në martesë ju nuk duroni dot, sepse jeni shenja zjarri dhe përshpejtoni më tepër se sa gjëra të vinë. Do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë që kërkon vëmendje, kërkon kohë dhe mundësi. Dhe periudha që ndodhin fenomenet edhe koha që i zgjidh këto probleme që është kjo javë, do të thotë britsjapi. Për britsjapët janë në anën e tyre, janë në kohën e tyre, për mundësit, për periudhën, për ndryshimet, momentet e duhura që lidhen me takimet, lidhen me punën që kanë, punën aktuale, por edhe pse grinden ose mërziten me drejtën e tyre, kanë një farë dë drejte, por mos u shqetësoni për kohën dhe gjëra që ndodhin, sepse është një moment tani, është një moment mjaft pozitiv nga njëra anë, shumë perfekt në ndryshimet që do bëhen, por koha tregon që juve jeni me fat e keni mundësitë e zgjidhjeve të çështjeve të mëdha financiare dhe disa kompromise që do të bëni. Këto janë gjëra që vërtet tani për tani
keni kohën e punën e vazhdimsinë e punës suaj për të arritur atje që doni, për të arritur qëllimin tuaj, në një farë mënyre në lidhje me takimet, në lidhje me ndryshimet, në lidhje me kohën e duhur, po është një mundësi e mirë sepse gjërat ndodhin, veprojnë, ndryshojnë në anën tuaj. Momenti më i mirë dhe periudha më afatgjat që lidhet në çështjet ekonomiko-financiare, në lidhje me biznesin ose me disa gjëra që vërtet janë në anën tuaj, duhet që juve të arrini ashtu siç e pretendoni, sepse Britsjapi në punën e vet është shumë i zoti, edhe mund të bëj shumë punë, por juve që jeni administrator firmash të punëve të mëdha, do keni një kujdes, sepse pra ne them kujdes, mund të ndjeni një lëkundje në punën tuaj, në rolin drejtues, ku diku tjetër ka ardhur ky lajmi, problemi. Mirë po, ju e dini që keni lidhje me biznesin ku do shfaqet fenomeni problematik. Flasim edhe për kontrolli që do bëhet edhe. Një kujdes të veçantë, sepse do bëhen heqje nga puna, për një arsye për tjetër nuk e di unë, po Britsjapët e kanë këtë, në lidhje me doganat. Është një problem shumë i madh. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me paran, këto mund të themi bankat e tretë, nuk janë banka, po janë këta që japin para me mëditje. Nejse. Por janë edhe bankat, do të keni kujdes juve që punoni në këto institucione. Se do kemi shumë gjëra që do të shpërthejnë në një farë mënyre se gjëra këtë javë dhe është pak a shumë juve të jeni të në rregull për veten tuaj, pra, me çfarë do të bëjnë tjerët. Dhe ajo çfarë është firmosur, çfarë është vulosur nga juve keni një të mirë sepse jeni ekonomistë të shkëlqyer, jeni matematicien perfekt, se jeni në matematikë, keni këtë dhe prandaj jeni edhe ekonomist ose në fushën tjetër të mjekësisë për shkakun që mund të keni diçka tjetër që mund të bëni atje. Por gjithsesi kjo periudhë kërkon më tepër vëmendje dhe nëse keni mundësinë do bëni pak durim derisa zgjidhet problemi ose disa gjëra, nuk ka vend për të shqetësuar. Ka vend një individ pastaj kur ndodh fenomeni ose çfarë ka ndodhur. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gafore, me peshore dhe me dem duket perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që predispozohet të marrë një vend pune ku i takon dhe rol drejtues, që do të thot ujori. Ujorët arrin majat nëse duan që të bëjnë diçka të madhe, që lidhet me punën, lidhet me kërkesa të mëdha, që lidhet me biznesin, lidhet me karrierën, lidhet me mundësitë që do të ketë, por mos harrojmë se ujori është mjaft pozitiv dhe ujori ka shumë për të thënë dhe asgjë për të dhënë, ka për të marrë. Shenja e ajrit, dhe diçi parë i shenjës së ujorit, është në momentin dhe në vendin më të mirë të qenë ndonjëherë, ku nga njëra anë i jepet mundësia e shfrytëzimit të gjërave të tija, sepse ka 1.000.000 të herë të drejtë në lidhje me punën e vet, në lidhje me gjërat që kërkon dhe vendos disa ekuilibra në punën e tij, në punën e vet, dhe momentet që kanë të bëjnë janë çështjet më pozitive, më ideale, dhe kështu që kjo duket se tani ka ardhur koha dhe momenti që juve të rishikoni çështjet që kanë të bëjnë me punën, kanë të bëjnë me vendosmërinë, sepse tani për tani me sa duket juve jeni mjaft pozitiv, mjaft të ndikuar në lidhje me biznesin, në lidhje me karrierën, në lidhje me vendin e punës që do merrni tani, dhe kjo është ajo që juve ju dikton dhe ju ndikon në anën tuaj. Në çështje që lidhen me gjithashtu me një takim pune që do të keni, mirë është që mos u shqetësoni sepse nuk ka vend
për të shqetësuar në lidhje me këto gjëra, por ka vend për sa i përket anës dhe pozicionimit të planeteve në kohën e duhur. Prandaj edhe tani për tani disa gjëra lidhen me ekonominë, disa gjëra lidhen me vazhdimsinë, lidhen sepse jeni korrekt në atë çka doni bëni dhe nuk ka vend këtu për të shqetësuar fare, sepse me sa duket është momenti i duhur për mbi arritjet edhe mbi kohën që juve keni, mbi gjëra që juve doni të realizoni, dhe është një moment mjaft i mirë tani për tani. Prandaj mos i shqetësoni gjërat dhe prisni, sepse do të nisni diçka shumë pozitive dhe një gjë që duket se është pozicionimi i planeteve ose koha më e mirë e mundshme mbi disa takime dhe çështje të rëndësishme financiare. Dhe kjo do t'ju bëjë që jeni shumë herë më mirë se ç'keni qenë ndonjëherë tjetër, shumë herë më mirë në lidhje me anën tuaj dhe pozicionimin e planeteve, ku gjërat janë në fakt edhe për çështjet ekonomike financiare, edhe për gjërat që juve do të keni në realizimin e sipërm. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhje me biznesin më tepër ose me gjërat që do bëni biznes tjetër mbase ose do bëni përsipër një biznes ku do të dilni faqe bardhë në këtë aspekt, dhe kjo është koha më e mirë e mundshme e qenë ndonjëherë. Në lidhje me çështjet shpirtërore, me jashtë më tepër do bëhet fjalë miqtemi të shenjës së ujorit, siç janë lidhjet që do të bëjnë me akrep të 10 ditë parë, me dëm të 10 ditë që është perfektja, por mega forre është vetjeta, edhe pse disa çështje nuk kanë vajtur aty ku duhet, por kjo nuk është për fajin tuaj, por është për disa çështje që akoma janë lënë pezull, mund ta themi edhe këtë, po janë pezulli për juve. Por kjo do arrihet dhe ka për të realizuar, sepse kjo periudhë është më e mira e mundshme mbi zhvillimet, mbi ndryshimet të mëdha. Kjo do të keni tani tutje dhe kjo është diçka shumë e mirë dhe me sa duket juve i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur problemin ose gjërat që do të keni në anën tuaj, duke pasur parasysh sepse është koha e duhur për gjëra të tilla. Një udhëtim, nëse keni mundësinë për shembull që juve ta nisni një punë të re ose të bëni diçka që do ta zgjidhni se s'bën se s'ka ku të vej, është me akrep, juve të palidhurit, ose keni pasur një problem dhe nuk e keni zgjidhur akoma, duket se do ta zgjidhni në mënyrën më të mirë të mundshme dhe është dhe koha e duhur për zgjidhur çështje të tilla. Do vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji ku çdo gjë shkon mbar, çdo gjë sado që të kërkohet kujdeset vetë me intuitën dhe atë që është një vlerë mjaft e madhe për sa i përket vlerësimit dhe ndryshimit që do të thotë shenja e peshqeve. Po, peshqit po të vëmë re peshqit kanë vlerësimin maksimum për sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me punën, kanë të bëjnë me rolin drejtues, kanë të bëjnë me gjërat që ata marrin përsipër, sepse janë sipërmarrës të shkëlqyer në gjërat e tyre. Nuk marrin asnjë ata, domethënë mendime mund të flasin, por bëjnë ato që ata dinë ta bëjnë më mirë, marrin ato që ata dinë që çfarë do të thotë punë, çfarë do të thotë karrierë, çfarë do të thotë rrezatim, ndryshim, vendim, gjëra që keni të bëni, dhe kjo do të thotë mjaft ndikuese sepse ndikoheni shumë në dokumentacione shumë të rëndësishme që do të merrni juve të kësaj shenje, dhe kjo do të thotë që është diçka shumë e madhe për sa përket peshqeve ose bashkëpunime që do të ketë me virgjëreshën, nëse bëhet fjalë për punë, do bëhet fjalë për diçka madhore, është e mundur që kjo të marrë një ndikim, marrë një diçka shumë të madhe që lidhet me punën që do bëjnë, por edhe diçka që ka vlerë në ekonomi, mund të jetë punë e dytë, që juve e bëni këtë, nuk është se nuk e bëni, por gjithsesi kjo periudhë është më e mira e mundshme e që ndonjëherë. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, mirë do ishte, po ju e dini vetë bëni çfarë doje juve, po kjo periudhë është e juaja për një mirë arsye, sepse
sado që gjërat vinë, sado që kanë të bëjnë, është momenti më i mirë i mundshëm në lidhje me vendimet. Kurse në dashuri duket se është momenti më pozitiv, është momenti më korrekt nga ana juaj, por gjithashtu nuk ka vend për të shqetësuar, por të gëzuar. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj jave kaq të rëndësishme dhe kaq pozitive. Por pas të ndajmë bashkë, unë kujtoj edhe një herë për ju që interesoni për bashkim të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për të ndihmuar për gjërat që ju dëshironi dhe doni. Duke parë dhe duke shikuar, më pas klikoni dhe mund zgjidhni shërbimin e kërkuar dhe pastaj jeni gati për gjithçka ju intereson dhe flasim bashkë në Viber apo në WhatsApp. Për ju që doni që në kohën që ne jemi live dhe doni që ta dërgoni një mesazh, atëherë duke ndjekur siç e shikoni aty, hapat, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin në kohën që ne jemi drejt për së drejti. Nga Unë Pulla, më të mirën ju uroj.